Ka dalë të me falin për shprehjet, po janë reale. Kur s'kan kënë zotë të bëjnë një diçka të bukur në media, që quhet vlerë e vërtet. Kush? Sa për vërtet? Komunistët, sekretarët e partisë, ish figurimsat, edhe bëjnë si kompetent. Edhe na bëjnë njerëzit e mirë, njerëzit që po pështojmë situatën, që po japim shtys vendit. Ne i kemi pa, i kemi peshu miku im. Unë kam vite për misupe, e kam pa jetën, e kam peshuar në grusht. Disa nuk dojnë ta dinë, po s'na prishet pun hiq. Sepse e peshuam, e morem, të mirën dhe të keqen, e hangme, jo pak. Pikrisht, nga ato mo që na shqiqin me ndikur, që na bëshin liderit e mëdhej. Po mirë, unë bëj pyetje, po ku shkojnë Francë? A shkonin ato të zgjedhurit të partisë, apo shkonin në tjerët? Po se Berisha, a shkoj atje? A ishte i zgjedhur nga partia? Po si u bë sekretar partia? Po mirë dikur në kuptimin e mirë, ne i kemi pak të gjëra, i kemi jetu. Si u prishin fabrikat e uzinat, me jetëm jashtë. Po pse? Rentabel një pjesë, edhe mund, po s'ishte, po një pjesë e madhe e tyre e kishin mundësinë ekonomike në lidhje bashkëpunim me firmat të jetonin njerëzit, jo të rrinin thjesht në rrugë, të zhytur ku në skamje, në trishtim, ku në depresion. Pse pak depresion përjetuam ne, ky është populli. Duam realitetin, jo falsitetin. Na mbyten falsot. Po sot ku jetojmë? Në realitet apo në falsitet? Jo, sot ka përmirësime. Ka përmirësime. Jo se është në nivelet kohore europiane, por ne kemi përmirësime. A ka për të bërë punë disa fish më tepër? A duhet një klasë e madhe politike që janë aktual të largohen patjetër? Nuk i lëshojnë vendet. Po pse nuk i lëshojnë vendet? Po pse si ikin vendet ata? Ku e kanë hallin? Të mjelin se lopa e shtetit është plot. Ka qumër sa duash. Mos kanë edhe disa tjera? Çka? Të kamuflojnë ata që kanë bërë me vite. Po çkusur populli i thjesht. Po tamam çkusur kanë këto të rritë sotën, ta vuajnë një gjë të tillë. Çka kanë marrë malet e kanë ikë? Po e dim që kanë ikur, se kemi jetu ti i ri. Ti pak e merr vesh, kurse unë e di më mirë. Sepse e kam jetu miku jem, e kam jetu miku jem. Ja, kanë ardhur nga fshati në kuptimin e mirë, edhe vinë, edhe në sekond, pa fe kulturet, pa fe edukatet, vjen të hynë në bisedë si naiv. Nuk din me thanë, të lutem, ka mundësi, mund të dëgjoj këtë bisedë, mund të marr pjesë edhe unë. Mund ta dëgjosh bisedën. Mirë, po disa bëjnë si kompetenti, si njerëzit kompetent. Ç'është shqetësimi që ta do bëjmë debat. Jo debat me argumenta, jo debat se do zgjidhim me njëri tjetrin. Debat. Zotëria është gazetar i njohur për shkrime, studime, analizë. Jo, i shqetësim tuaj se është afër realitetit. Kë nuk ka marr kur, nuk e di. Jo, nuk di. Nuk ka marr kur. Të paktën shohim. S'ka lexuar kur gazetë. Jo, gazeti lexoj. Ke lexuar, po. Lexon. Po. E keni Na falish. Nuk keni diskutim. Ne ishim në intervistë. Merë mend se sa nivelit intelektual të regon, ja, shikoje, ky nivel intelektual, shikoje ta ndëgjoj dëgjuesit. Jo, pa e thjesht. Shive çfarë forcet. Jo, ishim lidhje direkte me satelitët, apo. Je me shumë humor, me pëlqen humori. Po këtë pranoj po këtë punë ti me që nuk imi. Mo më ofendove ti. Ti më ofendove mo. Hinë në intervistë vol, edhe të bëm kompetenti. Më që më kanë fal se gabova. Edhe i bethinja. A nuk di ja. Edhe bethinjan këtu. Ne ti me thinja. Ska gjë, thinjat janë Tarabulok. Edhe i kanë në vlog. Në rëmën sa kompetent, qa vlerash intelektuale kanë. Edhe t'hin biset, edhe jam i meqëm. Se janë disa, që kur i shoh, ka mërën. Mënyra, se si i konceptojnë marrëdhëniet, janë qesharake. Edhe bën ideale që përpara, kujton se është demokrati i flakt, s'ka shkruar kur një artikull për demokracinë. Po ne që kena me 100 artikuj, që kena shkruar qysh në fillim, kena shkruar edhe në monizëm, gjëna që quhen shkëndija të forta, jo për demokracinë, se nuk e njohim shumë, por duke ka për problematika që quhen vëzhgime.
të bëjë një vëzhgim në monizëm, ka qenë, ishte ndrysh. Jo për të shitur mend, po ishte realitet, se ishte problematik. Ka qenë shumë vështirë, Me vjen, ka pas emocion fort. Ka pas emocion fort. ishte Ishte vështirë, shumë- ishte vështirë, se ishte kurajo. Kurajo. Kupton? Po janë gjithë shkëndija dhe është gjithë e brendshme. Kurajo, e cila kush të ti, kush je ti, që shkruan ti për bukën, kush s'ka thënë ti, në kena bukë sa dush. Unë nuk thoshe se Guxon dhe s'ka kush. bukë. Po ishte E problemi se thoshe, cilësia mund të rregullohet, Po. mund të rregullohet në një pajisje me diçka të vogël, edhe mund ta kem më të mirë, më të bardhë, më të pastër, Ke më dalë të në shijshme. diçka shumë të rëndësishme që unë gjithmonë i mshoj. Po Fol. pjesën e saj që edhe sot, Po. le ta pranojmë që jemi mirë. Po, Por gjithmonë do të jemi në kërkim të të mirës apo jo? patjetër. Kjo është ajo që do të jemi kjo gjithmonë është- oponent kjo është- apo jo? kjo- Bravo, kjo është pyetja më e bukur që bëra aty Apo jo? tani, edhe është Kjo është. kulmi i bisedës. Ne duhet të ecim gjithnjëherë më përpara. Se edhe prindi me fëmijën e vet nuk është gjithmonë i kënaqur. Patjetër e vlerëson e don e ka të vetën, por gjithmonë don më të mirën. Je tepër i Për ta qartë, shtyrë. je tepër i qartë edhe tepër i saktë në pyetjen që bën. Po, ne kërkojmë të ecim përpara. Kemi shumë mangësitë e trashëguara. Po Mangësitë hajde ta përmirësojmë. janë në një mas të jashtëzakonshme. Fakti që ai në mënyrë naive si kompetent edhe bërë kompetentin. Po sa janë që ai, sa duash. Kanë ardhur nga zona malore, kanë bërë shtëpia në qytet. Edhe po leje, po kërë, ne i ka dhënë Berisha, si merret me Berisha. Kanë bërë vila, 3-4 kaçe, mund mes të pallateve. Po si bëhet aty? A ka një lloj konfrontimi? Unë jam banor i pallatit. Ngjitur me pallatin tim, vila, 3 kaçe, 4 kaçe, jo tha që zotin s'ka me hangër buk. Ja po ndaj. E ka bë. edhe thot s'kam. S'ka me hangër buk. Tashti unë jam me një dhomë kuzhinë ose me 2 dhoma kuzhinë, qytetari që kam ardhur në Tiranë, kam blej shtëpi. Ndërsa ai ka ardhur me shtëpi pa leje edhe me bën ligje. Pse? Kjo është demokracia. Ky është zhvillimi. Pra ne kemi shumë mangësi. Po mirë, sa është punuar për t'i përmirësuar këto? Apo është punuar për t'i çuar më Ja, pak, poshtë t'jemi sinqert. nivelin? T'jemi sinqert pak. Pse? Është i qëllim të Niveli po pa është, aftësia. po është, jo. Janë të dyja bashk. Të dyja, Se ecën. janë alternuar me vite. Ne që kemi shkuar vite dhe kemi kapur problematika të tilla, kemi kapur probleme të ndryshme. Edhe thotë politika. A marti, jena na. Po, kush si ka jeti mundësi dha? që ne ju Unë nuk jam për Quhemi anormal. Unë nuk quhemi- jam në parti, nuk du. Duhet kapi një problem të drejtoj në asnjë mënyrë me rileje e partisë. Pra partia për mi atë që quhet aftësi, që quhet ligj, që quhet rregull, që quhet shtet. Atje ka. E kupton? Janë tematika tepër të bukura, Po pse vazhdojmë? tepër delikate, edhe tepër shumë të jashtëzakonshme, të nevojshme të diskutohen. Duke të falenderuar Të shumë për hapet kohën njerëzve, dhe për fjalët tu dhe hapet, gjithë po, tu hapet horizontin njerëzve që ne- koka, mendimi, zhvillimi, se ne kemi nevojë. Patjetër. Po kjo Falenderoj. mendësi doja të ta trajtoja me ju, Fol. ta mbyll, duke Fol. të vlerësuar shumë. Fol. Për këtë mendsinë që vazhdon akoma, a do më japësh mu votën, apo do më japësh mu se fëmia im do futet në punë atje, ose babi im do bëhet drejtor këtu, ose do mshtrohet rruga këtu. Ashtë pra ky ose do t'jap- mentaliteti që thashu, sepse një pjesë e madhe drejt për drejt kanë kapur lekun, ku shkoj të rej lek? Kush e mori? Nuk morëm ne që ishim jashtë lojet, se na heqen nga puna, na nxorën jashtë. Kush i mori? Ata pra që i kishin, po kush ishin ata? Ishin njerëzit e bindur të pushtetit, njerëzit që i pagueshin nga shteti dikur. Edhe ish sigurim se ajo pak, njerëzit e partisë tepër të saktë. Mirë vëlla, ato morën në lekun. Sot tallen me ne rrim, naiva. Pakisa komandon mbi shumicën. Pa ja djetë të këtojnë komente, se nga herë nuk do të themi të gjitha, se janë të rënda. E vërtet. Janë të rënda. Të falenderoj Janë i shumë. zgjuar për mos e thuj disa se janë të rënda. Se të janë shumë rënda. Dijet. Pakisat që në vështi. Për këtë fjalorin, s'ma the, këtë fjalorin që përdorin, do është Po them, është një fjalor tepër banal, tepër i ndyrë. A thua e përdorin me ato të familjeve të tyre, me njerëzit e tyre, në një dhe e përdor, se kanë vetë në kanë tyre, po, e kanë gjakun prak, e kanë brumin, një pjesë.
një pjesë nuk e besoj. Nuk e besoj. Po pjesa tjetër pse do të rokasi më? Ne na prap dolëm fal se bona i bie po përsëritë dalim. Janë po ata. Ne jemi. Po shumë e rëndë. Ne jemi shqiptarë. Shumë e rëndë. Ti quhesh shqiptar gjithmonë kaotik. Ne jemi. Prandaj bota e ka parë Shqipërinë diçka si mes fëmijëve 10-13 vjeç i thotë futën në internet kërkoni për foton time që kam dalë nudo para 20 vitesh. Prandaj bota ka pas luhatje shumë edhe ka tamam ka luhatje me ne. Ka luhatje. Figura jo në vite është shkruar diçka me dyshime, duhet t'i themi. Respekti vazhdon, Dyshon nga historia që siç ka shkruar kene për ne? Dyshon, jo, është parë me problematika, jo me dyshon, problematika, me probleme të jashtëzakonshme. Janë pa shumë gjana, janë pëshu, të pëshojnë. Shihet. Nuk është në ajo koha e fillimit, e 90-91-shit aty, që ishin fillimet edhe nuk dishin njerëzit. Jeta për pëshon. Ciao. Përshnes. Je i mirë shumë. Keni shnet edhe zonë shnet, jeni mirë. Vjen mirë kur japim intervista të një lloji. Patjetër. Do bëhemi ditë në studio. Do bëjmë një studio. Patjetër, do bëhemi në ditë. Mirë? Një gjatë të bukur. Patjetër, patjetër. Se ka pasur në internet. Ta bëj edhe ty diçka të bukur ju për disa që janë me vërtet ke parasysh serioze, do t'ju nxjerrë edhe ju, edhe disa që janë tepër të lodhura. Bravo. Përshëndes, jeni mirë. Inshallah në ish problem. Se kur merrni lek ka lezet. Nuk kam e qish, nuk kam e lezet. Di me qesh.